Në të gjithë Shqipërinë sot zhvillohet provimi i parë i maturës shtetërore. Në Shkodër, drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Brisela Kadia tha se janë 1430 maturantë që janë nënshtruar provimit në lëndët e gjuhëve të huaja, anglisht, italisht dhe frëngjisht. Filluam provimet e maturës shtetërore, filloi provimi i gjuhës së huaj, që në fakt në institucionet tona është gjuha angleze, gjuha italiane, por edhe gjuha frënge. Kemi organizuar provimin në 6 qendra provimi, në të cilat janë përqendruar 23 institucione arsimore, gjimnaze, shkollat të mesme të bashkuara, publike, private, por edhe shkollat profesionale dhe mbi 1430 nxënës që janë të organizuara në këto 6 qendra provimi. Janë të angazhuar aktualisht 148 mësues dhe drejtues që do menaxhojnë gjithë procesin ditën e sotme. Është një proces që në fakt ka dhe mbikëqyrjen e përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit, por që në mëngjes janë shoqëruar nga Policia e Shtetit. Nxënësit me aftësi ndryshe kanë zhvilluar një test të veçantë nën kujdesin e mësuesve ndihmës. Kemi edhe nxënës me AK që do i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore. Nxënësit me AK do kenë një test të tyre të veçantë, por do kenë edhe mësuesin mbështetës që do i shoqërojë gjatë gjithë provimin. Sigurisht është provim me short, që hidhet shorti në mëngjes, në orën 7 mëngjesit është hedhur shorti dhe asnjë nga mësuesit dhe drejtuesit nuk e ka ditur se ku do jetë qendra që ai do menaxhojë. Edhe pse shifrat nuk janë ende të sakta, në ZVA Shkodër për momentin janë afro 90 maturantë me pak të vit, një numër që vjen gjithnjë në rënje i të rinjve që kryejnë shkollat e mesme. Kemi diku te 90 ca maturantë më pak në fakt, por nuk mund të themi që është një shifër as shumë e madhe, por as shumë e vogël, duke patur parasysh që provimet e maturës shtetërore janë provime të cilave u nënshtrohen nxënësit që po mbyllin ciklin e tyre 3 vjeçar, por janë edhe nxënësit që kanë akoma detyrime të pashlyera, kështu që nuk është shumë shifër e matshme në këtë aspekt në lidhje me rënien e numrit të nxënësve. Sigurisht pritshmëritë është mos kemi luhatje nga nota vjetore e secilit nxënës. Sigurisht të kemi edhe një përfaqësi me medalje të arta, pak më të lartë se vitin tjetër. Në ditët në vazhdim maturantët do të nënshtrohen edhe provimeve të tjera të maturës shtetërore, duke përmbyllur kështu një cikël të rëndësishëm të jetës së tyre dhe duke u bërë gati për studimet universitare.